Maska që i ka habitur të gjitha femrat, rrit flokët brënda muajit. Të gjithë ne dëshirojmë flokë të bukur dhe të shëndetshëm. Ekzistojnë shumë trajtime për këtë qëllim, por para se të shpenzoni shumë të holla në këtë drejtim, ne do t'ju prezantojmë recetën e cila i rrit flokët sa hapen bësyt. Përbërësit që do t'ju duhen janë gjysma e bananes, e kuqa e vezës, një lugë mjaltë dhe gjysma e gotës birë. Përgatitja: përzieni që të gjithë përbërësit derisa të jetë bërë një masë homogjene. E aplikoni më pas në flokët tuaj dhe mbështilleni flokët me kapuçin e dushit. E lini që të veprojë maskën për 1 deri në 2 orë. Përsëriteni këtë maskë të paktën 2 herë në javë dhe kështu do të shikoni rezultate vërtet pozitive në flokët tuaj dhe se sa shpejt ata do të rriten.